nuk po bëjmë një tjetër fushat këtu duke premtuar që do mbarojë rruga e Arbrit, por po bëjmë një fushat duke ardhur nga rruga e Arbrit. Mirë po, unë them që duhet këtë qenë Dibran edhe ai që ka thonë Oreksi vjen duke ngrënë. Edhe e di që pavarësisht se kemi bërë shumë, ka akoma për të bërë, edhe ndërkohë ajo çka është vlera më e madhe ekonomike që do të sjellë rruga e Arbrit përtej lehtësimit të lidhjes së njerëzve me Tiranën është që do të hap një horizont të ri krejt për investimet në turizëm dhe unë jam i bindur që në dekadën e ardhshme Dibra do jetë pjesa më e lakmuar e metropolit të Shqipërisë. Dhe natyrisht që akseset në pikat më të bukura janë të domosdoshme. Ne jemi në proces dhe me ndihmën e Zotit shpresoj shumë që deri në fund këtij viti ta kryejm edhe rrugën e Lurës. Por e di që këtu ka edhe një konkurrencë të brendshme midis Matjanëve dhe Dibranëve. Se sa herë them në një gjë që i shkon më shumë Dibranëve, sikur s'ka duar trokitje shumë të nxehta, por mos u bëni xhelos për rrugën e Lurës, sepse në mandatin e 4 mbetet për të bërë edhe rruga që lidh Burrelin me Ulzën.